Sikur edhe rinda ta kemë bo, veç do të me kaldu me thonë arsyen pse erdhe i puna dhe qëra. A vazhdoni me besu se u konë është edhe një person i tretë mbrana ngjarjes? Po. Me pas dek rina, me pas shkon festimi gjallë, me pak që festimi shkon në burg. Vllai i festimi Supit sot për lajmin e ka dhënë detaje të reja se i përket vdekjes së tij ku deri më tash është raportuar që ka bërë vetvrasje në banesën ku ishte bashkë me gruan e tij Rina Malokun. Lulzimi Supi, me të cilin sot kam biseduar, më ka thënë që në rast ka qenë i përfshirë edhe një person tjetër. Madje ai tha që e di edhe kush është personi. Çe përgjigje e tij? A vazhdoni me besu se u konë është edhe një person i tretë mbrana ngjarjes? Po. Këtë 100% jam i sigurt. Ata është kam ashtu që s'ka që shtojnë shqip që tojnë, s'ka bilnone që ma heke të nëse përqë është i përshim dikosh atë është e sigurt. Po, e pse po dyshoni Lulzim që është edhe një person i tretë? A keni gjetë diçka? Po dyshoj se jam konë 6 herë në Kosovë, si ka ndodhur rasti që është 7 herë që vi. Edhe kom pas kontakte me shumë njerëz. Kështu që uji po qanë drejtim të treti person. Po, te kush po dyshoni? A keni diçka dyshime specifike të një person, do më thonë tamam? Tash tuyse gati se e di tash. E po shumë tonë... Do më thonë paka shumë e djeni? Po. Unë për vete e di dhe besoj që ka me dalë qaj person. Lulzimi sot lame në kuptu që deri në vdekjen e festimit ndoshta është shtyrë nga dikush tjetër. Madje festimi para se të ndronte jetë në mëngjes, kishte ftuar një shok të tij për kafe. Po qëre tash të vrasja dhe shtymja drejt vrasjes janë ato që janë lloje motra, se nuk qohet njërin sa pa pi gjumit me pi kafe dhe me thirr shokin me thonë apo takomi me pi kafe sot mazdite. Edhe mas një sati me mytë vetën, se ashtu nuk ka atë një kështu nëse logjika punon për njerëz dhe kështu që pun kontaktu shumë edhe avokata dhe prokuror në Gjermani dhe nuk kone për spitale psikiatrisë im informu për këtë punë. Shumë të tonë njëri që është interesu me po vetvrasja mas pangët prej rrethit, shmangët prej shoqënisë, nuk ma kontakt me kërkunin edhe hina në vetë edhe desa ta kryjnë atë vrasjen, ai nuk ka nuk ka kontakt. Po janë këtu sene mjekësisë, unë mjek nuk jam veç... Nëse do të ishte Rina e vdekur, festimi automatikisht tash do të ishte në burg. Pra Lulzimi përveç kësaj më tha që drejtësia po punon me standarde të dyfishta. Në del, po që më thonë me kësi standarde të dyfishta nuk është mirë me punu shtetit dhe sukur na jemi të gëzum që Rina nuk kanë ndru jetë që jeton Rina, se u kona lo ma keq me vdek 2 persona. Po përderisa me pas vdek Rina, me pas shkon festimi gjallë, me paktja festimi shkon në burg, me paktja. Nështë e s'kish pas faj, po në burg i shkon. Mjegulla tjetër në gjithë këtë ngjarje është se prokuroria kishte thënë që familja e festimit Supit janë njoftuar për raportin e autopsisë. Mirë po Lulzimi Supi tha që nuk kam pranuar deri më tash asnjë raport autopsisë së vdekjes së vllait të tij. Jo, se kena pranu. Se kena pranu se është problemi që ala nuk u kompletu dosja dhe përderisa s'u kompletu dosja nuk kena pranu kur gjë. Për këtë ne kemi dërguar edhe në pyetje prokurorisë dhe kjo ishte përgjigjja që kemi marrë. Vllai i tani më të ndjerit festimi Supit, Lulzimi, tha për lajmin e se krejt çfarë duan nga Rina Maloku është të thotë të vërtetën sa i përket këtij rasti, sepse është e pamundur mos me di diçka kur jeton me të njëjtin person për 10 vite së bashku. Më thonë se ta sepse na Rina është nuse vllavit tonë, apo edhe na nuk bojmë, unë në si familje mas pafti kemi qef po konderim në përfshimin këtë punë, se ata kanë jetu gati 9 vjetë dhe 10 vjetë bashkë dhe kështu që në mas pakti domi me më kuna jo e përfshime. Mi po në kreqka domi se njëri ku që të ishte 10 vjetë me të dhe që me thonë qishtë në vend gjarjes, atër e të di që shkafin, në kreqka domi e me thonë të vërtetën që dhe do kofta jo, sikur edhe Rina ta kemë bo
veç do të me kalzu me thonë arsye pse erdhe i puna dhe qëra, këta në spodojmë që se s'kemi jetëm i kapë në kushtë me liftu. Po të kuptoj. Është probleme që tash për deri sot jemi unë atë bashkë me një banesa, në to të diçka automatik, unë edhe di diçka këtë. Është më thonë se di kullëse. Vllai i Festimi Supit më tha që nesër vjen në Kosovë dhe do të dorëzoj fakte të reja në organet e drejtësisë. Rasti vdekjes së Festimi Supit vazhdon të jetë enigmatik e këtë edhe më të dyshim të bëm fakti se pavarësisht raporteve të shumta ende nuk ka pasur një përgjigje definitive sa ishte vetvrasje, vrasje, shtytje në vrasje apo çfarë saktësisht mori jetën e një njeriu e ku përfundoi kur nuk pritej. Se kush është tjetër i involvuar në këtë rast, siç thot vllai i Festimit, mbetet të shihet përgjatë hetimeve të bëra nga autoritetet përgjegjëse në këtë kohë tutje. Po ashtu lajmi net do t'ju mbajtë informuar për çdo zhvillim sa i përket këtij rasti.